Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren e parë. Sot është e kremtja e Shën Pjetrit dhe e Shën Palit. O hy Maria në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Me dritë ardh dhe stoli trëndafili. O drejtë e dritës, botën mbarje shove, duke mbushur qejt me martir të përmendur, në këtë ditë të shenjtë që u jep fajtorëve faljen. Dërtari i qiellit, po ashtu mësuesi i rruzullit, gjyqtar të shekullit, pishtar të vërtetë të botës, njëri me anë të kryqit, tjetri nga njës më shpatën, zotrojnë dafinat në kuvent të jetës. O Rome lumtur që je veshur me purpur, gjaku të çmueshëm të saj sa princave, jo për lavdin tënde, por për meritë atyre, për bukuri shkëlqenë të gjithë botën. Ju çift dafinash me besim të veçantë, fesë përkushtuar, në shpresë mbi të gjithë të fuqishëm, të mbushur me gurën e dashurisë dy fishe, pas vdekjes së mishit lutuni të rrojmë. Trini si qof lavdia e përjetshme, nderi pushteti edhe brohoritjet, në një hyjë të vetëm që i përket sundimi, që atëherë tash ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë. Ti je Mesia, biri i hyjit të gjallë, lumi ti o Simon, sepse ta zbuloi ati im. Psalmi 117. Lavdërojeni Zotin o kombët të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria Zotit qëndron për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je Mesia, biri i hyjit të gjallë, lumi ti o Simon, sepse ta zbuloi ati im. Antifona e dytë. Ti je pjetër shkëmb dhe mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time. Psalmi 147. Lavdëroj Jeruzalem Zotin, madhëroj o Sion hyjin tënd. Sepse i forcoj shulat e dyrëve të tua, i bekoj bitë tu në ty. Ai ju asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcën e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymen por si hi, e lëshon breshin por si kafshat. Kush mund të qëndroj para të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet, ato shkrihen, çon erën e vet e ujërat rrjedhin. Ai zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër. Asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je pjetër shkëmb dhe mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time. Antifona e tretë. Ti je lajmtari hyjit o pal, apostulli i shenjtë, ti je shpallë të vërtetën në mbar botën. Kënga krahason letrën e Efesianëve kapitulli i parë. Qoftë bekuar hyji, Ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në sajë të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në të në sajë të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyji e ndikoi në ne. bashkë me çdo urtie kuptim, Ai na vuri në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh me parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit. që janë në qiell e në tokë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je lajmtari hyjit o pal, apostulli i shenjtë, ti je shpallë të vërtetën në mbar botën.
Leximi i shkurtër letra drejtuar romakëve. Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, veçanërisht i caktuar për të kumtuar ungjillin e hyjit, të cilin hyin e kishte premtuar qysh më parë me anë të profetëve të vet, në shkrimet të shenjta mbi birin e vet, të gjithëve në Rom, të dashurve të hyjit, të grishurve, shenjtërve, hire paqe për hyjit atit ton dhe për Jezu Krishtit Zot. Përgjigja e shkurtër. Me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Dëshmitare të ngjalljes së Krishtit. E shpallën fjalën e Zotit. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Apostujt të lavdishëm të Krishtit, të bashkuar në jetë, vdekja nuk i ndau. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mirë i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës amen. Apostujt të lavdishëm të Krishtit, të bashkuar në jetë, vdekja nuk i ndau. Lutjet e besimtarve. Krishti mbi themelin e apostujve dhe profetëve ndërtoi kishën e vet. Atij ti drejtohemi me lutje. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Ti e thirrë peshkatarin Pjetrin që të bëhet peshkatar njerëzish. Mos pusho të zgjedhësh veprimtar të ungjillit që të shëlbohen mbar popujt. O Zot, ndihmoj popullit tënd. I urdhërove detit të fashitët, që të mos fundoset lundra nxënësve. Ruaj kishën tënde nga çdo rrezik dhe jepi fuqi papës ton Franceskut. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Pas ngjalljes krigjën tënde të shpërndar e bashkove rreth Pjetrit. Bari i mirë bashkoi të gjithë popujt në një vath të vetme. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Palin apostull e dërgove të kumtoj ungjillin popujve. Bëj që fjala e shpëtimit i predikohet çdo krijese. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Qelsat e mbretërisë qiellore ja dorësove kishës sate. Hapi dyert e qiellit për të gjithë ata që kanë shpresuar në mëshirën tënde. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot hyin, tia dhe kishës sate të mirat e para të fesë së Krishtit, në për apostujt e shenjt Pjetrin e Palin. Bëj që më ndërmjetësinë e tyre ti fitojnë prej teje ndihmat e domosdoshme për shëlbimin e amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt për çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.